Një ekspozit me pikturat e nxënësve të klasave të 8 dhe të 9 të Shkodrës u hap në shkollën e mesme artistike Prenk Jakova. Kjo ekspozit që zhvillohet për të dytin vit me radhë, shpreh drejtori Anton Kaftalli, përveç evidentimit të talenteve të pikturës, ka për qëllim edhe nxitjen e nxënësve që vitin e ardhshëm të zgjedhin shkollën Prenk Jakova për të vijuar studimet e tyre. Kena startu vjet dhe vazhdojmë prapësimjet me aktivitetin ekspozit nga piktor të vegjël të klasave të 8 dhe të 9, po kryesisht të 9-ve, të shkollave të qytetit edhe jashtë qytetit. Këtu janë 9 shkolla që marrin pjesë. Mësimet kanë pru nxënës, kanë pru krimtari shumë të mirë, që në adashtë edhe me profesor të pikturave kanë bërë selekcion. Kanë pru nga 10 piktura për me zjarë 3-4 piktura të mira, shumë të mira. Shifet se është një brez që premton. Nërsh për viteve tjera, këto 2 vite na kena mendu që t'i bim në shtëpinë tonë, që nesër ajo t'jenë shtëpia tyne, t'jenë nxënës të shkollës artistike, se nërsh të shkosh e të promovosh në për shkolla idenë e pikturës. Ata kanë pa gjitha klasat e figurativit, kanë pa gjithë shkollën, kanë prezentu punët e tyne dhe besoj që një pjesë e mirë tyne do t'jenë nxënësit e klasë 10 të figurativit në vitin e ardhshëm. Gjatë ekspozitës u dhanë edhe disa çmime për punimet më të mira në pikturë, vizatim tekstil dhe skulpturë. Disa prej nxënësve që u shpallën fitues tregojnë emocionet e tyre. Unë kam paraqit disa xhubleta dhe të cilat janë në kuadër të lëndës së gjuhës shqipe, e cilat kanë lirinë të shprehim mendimet tona dhe t'i bëjmë në realitet, të cilat mund t'i bëjmë edhe në vepra siç janë arti, piktura, por unë kam zgjedhur pikturën që ta shpreh. Unë pikturoj që në moshën 6 vjeçare e kam nisur në klasë të parë dhe pastaj sipas viteve jam rritur duke e pëlqyer edhe më shumë dhe kam shprehur mendimet e mia dhe sa herë që kam qenë për shembull me nerva ose me emocione të ndryshme, ato i kam shprehur në veprat e mia. Ndihem krenore, se jam të njek diçka që mu më pëlqen shumë. Uroj që me vazhdu. Është thjesht natyricit, është diçka që mu më qetëson super shumë dhe merrem çdo herë me të. Unë pikturoj që në fillore, shumë e vogël. Kam fillu pikturën se më qetëson super shumë. Është një mesazh për tonë që ka nevojë më qetësu. Punimet e nxënësve që morën pjesë në këtë ekspozitë u vlerësuan nga mësuesit e shkollës Prenk Jakova, duke i nxitur ata që të vijojnë rrugën e bukur të artit.